Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Ternava, ka pritur sot në takim kryetarët e këshillave të Bashkisë Islame të Kosovës, me të cilët ka diskutuar për ecurinë e punëve dhe sfidat me të cilat po përballen. Në fillim të takimit, Miftiu Ternava ka falendëruar kryetarët e këshillave për punën dhe kontributin e vazhdueshëm që po japin në shërbim të besimtarëve dhe institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës. Gjatë këtij takimi u prezantua puna që është duke bërë në ndërtimin e 23 xhamive në qytete e fshatra të ndryshme të vendit, duke vlerësuar se këto projekte janë dëshmi e përkushtimit institucional për krijimin e kushteve më të mira për besimtarët. Në takim u fol edhe për përgatitjet për muajin e Ramazanit, ku Miftiu Ternava kërkoi nga këshillat që të intensifikojnë aktivitetet fetare, humanitare dhe vetëdijsuese në këtë periudhë të rëndësishme për besimtarët musliman. Nga kryetarët e këshillave u theksuan edhe sfidat të ndryshme, ndër tjera dhe interesimi i lartë i besimtarëve për kryerjen e haxhit, ku në disa prej këshillave vetë është mbushur numri edhe për haxhin e vitit 2027. Në fund të takimit, Miftiu Ternava ka inkurajuar kryetarët e këshillave që të vazhdojnë me përkushtim dhe përgjegjësinë në detyrat e tyre, duke ruajtur unitetin dhe traditën e mirë të bashkëpunimit, tolerancës dhe frymën vëllazërore.